يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja dërgojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Jemi tek hadithi 42, i 42, i 40 haditheve të Neveviut që kanë mbledh, dhe kjo është dersi 104 me radhë që flas me rreth këtyre haditheve. Hadithi ishte që vike për Enes ibn Malikit radhiyallahu anhu, që tha se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që thotë se ka thënë Allahu azza wa jall, o biri i Ademit, ti nëse më lutesh mua dhe shpreson fuqishëm në të, unë t'i fali ty dhe nuk manin për këtë çështje, kej t'i fali çka ki dhe nuk manin për këtë çështje. O biri i Ademit, nëse gjunohet e tua, të metat e tua, gjunohet e tua arrin edhe qiellin, edhe rati arrin, e ti më kërko falje, unë ti fali edhe nuk manin. O biri i Ademit, nëse më vjen ti ditën e gjykimit me gjunohe sa tuka, mirë po takohesh me mua se nuk më ke bërë shirk, nuk më ke bërë rivalitet në adhurim, atëherë do të gjesh po qaq falje. Kështë hadithi që jemi të folë të sa para hutbe këtu. Vazhdojna ato që në kanë mbetur. E përmendëm që Allah Azza wa Jall ka kërkon prej neve me ju drejtu në lutja atij. Edhe nga që kjo kur Allahu kërkon na me ju lut atij, kuptojeni se lutja është ibadet. Lutja është ibadet. Dhe kuptoni se çdo gjë që është ibadet nuk lejohet me ja drejtu dikujt tjetër pos Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye, duat që dikush i drejtohet për shembull gurit, drurit, vorrit, dikujt tjetër, e ka përka dietarët islam që jetojnë ke shkelën shirk në idhujtari, se një ibadet që është i veçantë për Allahun, se ibadetet janë të veçanta për Allahun. Këtu, diçka të veçantë për Allahun e ke drejtu për dikan tjetër. E ke drejtu për dikan tjetër. Mirë po Allah Azza wa Jall që përmena herën e kaluar ajeti se Allahu na kërkon prej neve. Kërkon edhe në këtë hadith. Ti nëse kërkon prej me më të falun të fali. Allahu ka qef, dëshiron që na me ju drejtu Allahut me lutje. Bile, është ardhur në hadith që sjell Imam Tirmidhiu dhe Sheikh Al-Albani, dietari shqiptar, ka thonë që hadithi është hasan, i mirë. Hajde. Ka thonë pejgamberi: "Men lam yas'alillah yaghdab alayhi." Kush nuk i kërkon Allahut, kush nuk i lutet Allahut, kush kërkon për Allahut kur gjë, Allahu hidhrohet prej tij. Allahu hidhrohet prej tij. Që sa interesant, me bëmës më lutë Allahut, Allahu hidhrohet në ty. Është e kundërta e njerëzve. Njerëzit bën vakia shumë me i kërku, ai bën vakia preket edhe hidhrohet. Allah Azza wa Jalla ka të kundërtën, me bëmës me i kërku, Allahu hidhrohet, kështu na tha pejgamberi alayhi as-salatu wassalam. Për ta bili thot poeti, Allahu yaghdab in tarakta su'alahu. Allahu hidhrohet nëse atina ti si kërkan. Wa bani Adama hina yas'alu yaghdabu. Ndërsa i biri i Ademit kur ti kërkojsh, ai hidhrohet. Kështu e thuri poeti fjalinë e tij. Pra me i kërku Allahut e kundërta njerëzimit. Mos me i kërku Allahut, Allahu po hidhrej ka. Ndërsa puna e birit Ademit me bo me i kërku shumë po hidhrej ka, kështu përmendi poeti. Edhe në fillim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj është edhe hadithi tjetër që vjen për Enesit, që e forcon këto çka e thanëm, edhe ka sjellë Imam Tirmidhiu, Imam Ahmedi, lafzi që e përmend me fjalët e hadithit i ka sjellë Imam Ahmedi dhe Shaukani
Një prej dietarëve thotë se burrat e zinxhirit të këtij hadithi janë të vërtetë. Ndëgjojeni mirë sa interesant thot pejgamberi këtë hadith. Thot: "Walladhi nafsi biyadi." Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im. E në dorën e kujt është shpirti jon? Dorën e Allah. Por pejgamberi alayhisalam tha, pasha Allah, por me një thurje të fjalive më ndrysh. Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im. "Law akhta'tum hatta tamla'a khatayakum ma bayna as-sama'i wal ardi, thumma istaghfartum la ghafara lakum." Tha pasha Allahun, tha pejgamberi, nëse ju bëni mëkate, bëni gjunahe, sa që gjunahet e juaja janë atë shumë, sa që mujnë me mbush, kerej sa ka mes tokës dhe qiellit, ka të shumë. Por ju i kërkoni falje Allahut, Allahu i ja fal juve. Kjo hadith e forcon ato që jem duke e zbërthyer nga pak hadithin. Që vazhdon hadithin sa interesant, do të walladhi nafsu Muhammedin bi yadihi. Pasha atë në dorën e shpirti Muhamedit është në dorën e tij. Po pasha Allahu na petat. Pejgamberi, "Law lam tukhti'u لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم." Kjo interesant pjesa fund hadithit. Thot pejgamberi këtë pjesë, pasha Allahu, nëse ju nuk bëni gjunohe, Allahu azza wa jall ka me sjell njerëz tjerë që ndonjëherë bojnë gjunohe dhe i kërkojnë Allahut me i fal dhe Allah e fal. A për që se interesant? Me bo me konkret njerëzit heq s'bojnë gjinohe, Allahu kishte mindru, tha pejgamberi, këta njerëz me për njerëz të tjerë që bojnë e herë gjinohe, që mi thonë zëtë falem, e Allahu me i falë, se Allahu e ko emrin e ti falës, e a i donë me shtin në funksion për dërim, emrin e ti falës, nga që kja nuk donë të thotë që kam pas përmen me herët që ne i ven nëzit dini me bo gjinohe, ju. Por kjo pjesë dhe këto hadithe na të regojnë se sa i mëshirshëm është Allahu. Ju pse dënë me na nëzit pejgamberi bani gjinohë, se me bo mësë me bo, Allahu ju merë kajtë. Ju kështu. Por dënë me të regu sa i mëshirshëm është Allahu, azza wa jall, edhe ti që të ka rastis ke bo gjinohë, mos e humbë shpresën mëshirën e Allahut azza wa jall. Pra me bo me koket njerë që hezë bën gjinohë, i hek Allah, i bandë tjerë, që në herë bojnë gjinohë, i kërkojnë folje Allah dhe Allah azza wa jall i afal atyre. Kjo. Po nëse e rumbullaksojna këtë hadith, se kjo ma shumë hadithi po sillet rreth lutjes, doas, cilat janë do ma pikat ma kryesore që do të me i plotësu doaja jote që i lutesh, lutja jote që ja drejton Allahut azza wa jall, do pikat ma kryesore. E para prej tyne është ti që lutesh, mos u lut veç kët pa asnjë tru shpresë, por lutu me bindje të fortë se Allahu azza wa jall ka më të përgjigj. Kjo është e para. Lutu me bindje të fortë se Allahu ka më të përgjigj. Sepse Allah azza wa jall edhe nëse të përgjigjesh në çfarë shka ti për të kërkon, Allahu t'i largon ku me ditë. Allahu t'i largon veç a jedin sot këqia që nështë dojnë me të godit, po Allahu ta'alen mës mu të përgjit në që ato shka po e kërkan, t'i largon sot këqiat e tjera. Ose, ta'alen Allahu azza wa jall me të shpërbly për ato pëse su ka përgjit në dunja, se ka po që je pak i dëpt, edhe mu të përgjit në ahiret kur dilsh para Allahut azza wa jall. Ose arsyet e tjera. Pra e para, lutja Allahut, edhe shpresem prej ti mos e humb kur gjithçysh Allahu ka mu përgjigj. Për ta tha pejgamberi alayhi as-salatu wasallam hadithin që sjell Imam Tirmidhiu dhe saksoj Sheikhul Albani tha ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba. Tha vet pejgamberi, lutjuni Allahut duke qenë të bindur se Allahu ka me ju përgjigj juve. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. Por dhe dine se Allahu nuk i përgjigjet një njeriu që ai lutet, por zemra e tij është nga flet. Zemra e tij s'është e përqendruar hiç. Ai nuk është me bindje ndaj Allahut të fortë hiç. Këtij si përgjigjet. Pra këtë pjesa e fundit ose pjesa e parë, banoj bindur fort. E dyta mos u ban ato që veç më të mësu goja, i ke mësu do fjalë,
mos me ditë çka po thu, as për qëndrim, as në ato me bindje që po unë po lutna dhe Allahu ka mu përgjigj hiç, po lutë me bindje, dije se çka po lutesh dhe me bindje se Allahu ka më të përgjigj. Për ta dhe një herit Allahut të kjo pjesë hinë edhe kjo që mos ju lutë Allahut, me thonë, o Allah, po kam nevoj për qitsen, ma jep ndash. O Zot, po kam nevoj për një fëmi, ma jep ndash. Nëse dënë ti ma jep një fëmi. Se dikosh e nga të rënë, se ka datë që unë jam të ju lutë Zotit, ama e ka nga të ru. Jam të ju lutë Zotit, e qysh Allahut azza wa jall, mi thonë kash direkt. O Zot, pedu që thonë. Ka dalë, jam të folë Allahut azza wa jall. E Allahu azza wa jall që dytën e dënë. E me i thonë Allahut, o Allah, ndash ma jep që thonë ndash. Nuk banë. Nuk pranë doja kështë. Por Allahu direkt me thonë, Allah qiton për e du. Tha pejgamberi në hadithin që sjellë edhe Buhariu dhe Muslimi, prej Ebu Hurajrës, tha pejgamberi a.s. La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir li in shi't. Pejgamberi tha, kurse si mos të thetë ndonjëri për juve, o Zot, më fal ndash. Ati se ti Allahu dhe unë po njëna ke se njëm i vëgër rëp, ndash më falëm. Amo nëse zdën ti apet ti edin, jo, tha pejgamberi. Mos ju lutni Allahut duke i thonë, o Allah më fal ndash. Allahu marhamni in shi't. O Zot, lëshove rahmet mbi mu ndash. As kështë mos të një kur. Por tha pejgamberi, li ya'zim al-mas'ala, la ta prejnë çështjen, fe innehu la mukriha leh. Le ta prejnë çështjen, o Zot, falum, o Zot mëshiram, o Zot ama këtë, o Zot po e du këtë, për shkak se tha, ju pse e thoni këto, s'do të që ja imponon i Zotit, se Allahu s'ka kur që ja imponon. Kështu na mësoi pejgamberi alayhi salatu wasallam. Një të prejme me i thonë Zotit, jo o Zot, unë jam vërheb, gjunaqar, mëkatar, ndash bre, nëse shet rrugës që mu përgjigj mu. Jo, po direkt, lutju Allahut azza wa jall, sepse dhe Allahu azza wa jall që përmenda, mos mja humbat shpresën që haj se valla u bo adin bëll, edhe tash u luta dikosh nga tënë të kjo pikë. Valla e thët jam lut që 10 vjetë jam të lut për nëse në halja Allahu s'mu ka përgjigj. A i pejgamberi jonë për tha që Allahut përgjigjet. Edhe në metën hëgjëllatën a thonë që Allahut përgjigjet. Ndërsa unë që so vjetë jam të lut për një do, halja Allahu s'mu ka përgjigj. Kur mos u nisni nga që kja? Se adin cilin e dënë Allahu? Manalt, Allahu dënë hidhruhet me bo mës me lut. Rëbt hidhruhen fort me lut. Ndërsa Allah azza wa jall dënë ti me konë kur bëhesh fort i kopër, me thonë, me ju bo shumë, me ju lut vazhdimisht dënë. Mulihim, e fort i lutesh Allahut azza wa jall. S'nalesh të ju lut. Mos me shku nga aja valla ju luta që sa ku, se qatë dit, si ti e len, bakja 10 vjetë ju ke lutë Zotit. 10 vjetë Allah tu ka përgjigj, po ti se ke dit. A i nashta ti e ke lutë për një fëmijë e ke lutë, ama Allahu azza wa jall s'tu ka përgjigj që tonë se e ka po të rrugës që ti ki nevoj plët dhe të këshia tjera më të largu. Për shkak që soj plët këshia tjera të kanë largu. E ka po që je i dëp një mon. I dëp një mon. Veç sa të rinkam imani. Veç sa të rinkam, veç gati të urzu, e ka di që do të mu të rujtë që tu për ditë gjykime se ndryshe ti të prejk zjarë me xhehenamit. Për 10 vjetë në vakjet të kelus të ka përgjigj, a i kërit të ka të bu Allahu para tje. Dënë me koj i vazhdu shumë lutja, Allah azza wa jall, se lutja i badet. Ndërsa, që atë ditë kur ti t'ja nesë, me thonë, valla që sa ku jam të u lutë, Allah s'mu përgjigj e lash, balu luta ma. Jo, mosu i kështu, por se Allah dënë me qenë i vazhdu shumë, për ta në mësaj pejgamberi, alejhi as-salatu në hadithin që sjellë Imam Muslimi, e Buhari's, e të tjerë, se tha pejgamberi a.s. La yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin. Tha që vazhdon Allahu azza wa jall duke ju përgjigjur robit vazhdimisht, përderisa robi nuk e lut Allahun për gjuna. Shtu diçka tjetër. Me thonë, Zot, mund sa ma ta baj këtë gjuna, këtë nuk përgjigjet.
O Zot, mund sa ma ta varas filanin, kështu së përgjigjet. O Zot, mund sa ma t'ja vjedhe pasurinë e çati se që kish pore. E kështu ju. O Zot, mund sa ma t'ja vjedhe atë depon e ti, ose t'ja vjedhe atë zyren e ti, duket t'ja vjedhe se kish senën tonë. E kështu ju. Tha pejgamberi sa gjithherë Zoti përgjigjet. Nëse ti e lut, por e lut të mirë. Pra përgjigja çysh ke? Ose ka më ta dhon përgjigjen tonë çka ti pe lyp, ose ti hek plot këshia që kanë me të godit, e s'goditin pse s'për përgjigjet në çaton. Ose ti bjen tjera të mira plot që ti ke nevojë, po ti se den. Ti mendon që vetë çiton çka ti po e lyp, vetë çiton e kam nevojë. A ki nevojë plot të tjera? E nashta për shkak që po lutesh ti qitu, çaton s'po ta jep çka po e kërkon, po do edhe më të mira se ajo. Ose ndi gjykimit Allahu Azza wa Jall, pse s'u ka përgjigj të fal plot gjunohe. Vazhdon hadithi au qati'ati rahim. Ose Allahu ta nuk përgjigjet nëse ti thua Zot, mund sa ma që të bëj shkputjen me vllavin tem, me babën tem, me nanën, me farefisnin. O Zot, po du mundo pe tyne, ose po du mi shkput lidhjet. Këto tha Allahu nuk përgjigjet, ma lam yasta'jil, edhe vazhdimisht përderisa doaja është e mirë. Është halal e kërkume e mirë, tha Allahu të përgjigjet deri kur? Tha pejgamberi, derisa robi nuk e përshpejton. Thet, e pse bollu luta. E kur thot çështo ja lën. Mos i përgjigj, a vazhdimisht shkon ti u përgjigj Allah Azza wa Jall. Qil ya Rasulullah, wa ma al-isti'jal? I than, o i dërguar i Allah, e çka ka që kjo me ngut, pro që po thuti me ngut. Pejgamberi alayhi sallam tha, yaqul qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li. Thot për shpejtimi është me thonë, valla u luta, e hale Allahu mos mu përgjigj. Thatë në këtë, kjo është ajo për shpejtimi i duas. Kjo pra e para ishte me ju lut Allahut, nëse tash jemi të fol në hadith se puna e duas, si Allahu ma shumë përgjigjet, për mu të përgjigjë Allahu i pas ka do kushte. E para qenka, këtë që të shka fulla kënë të parën. E para qenka, me lut Allahun me bindje të fortë se ai ka mu të përgjigjë. Këtë që të hinshni që dhe, e para. E dyta është me lut Allahun edhe nëse janë mëkate të mëdha. Ka borubi mëkate të mëdha. Dhe ai thot, valla unë thot, ti shkon ai mëkat i vogël, ti shkon ai rshitje syri, ose ti shkon ai prekje me dorë, ose ti shkon ai hajde nai përgojem, o ti shkon ai çështo, po kërkoj falje, mo mëkatin që kam bënë, nuk e fal Zoti kësaj mëkate. Ka njerëz që kanë thonë, e pa ta përmend. Ka njerëz që fal, që thonë kështu, dhe kam njëun e vet. Këtë mëkat që kanë kom bën, Zoti nuk e fal. Allahu i fal krejt. Allahu Azza wa Jall i fal edhe ato të mëdha, i fal Allahu krejt. Për çit pik, mendofta që po dalmi për këtë hadithit, por mbetëm në këtë hadith edhe pak për me rrumbullaksu të librit të Imam Neveviu që ka mbledhur 40 hadithet, edhe pak në mbeti. E para ke me lut Allahun me bindje të fortë, e dyta me lut Allahun Azza wa Jall edhe nëse janë gjunohe të mëdha, edhe vazhdojnë pastaj edhe pak, që me dorë për këtë hadith, e lusmi Allahun të na fort na mëshiron, e lusmi Allahun Azza wa Jall xhenet me pejgamberët e na takon, walhamdulillahi rabbil alamin.